Ky është Leonid Palushaj, jeton në lakrish të Prishtinës dhe me punën e tij ka shndërruar një ashensor të vjetruar në vepër arti. Ideja kon për kamashme, këtu që një vjet e komendu që me do i pas e kanë dëmtu shumë, e kanë ngriz ma herët e këtë avionë dhe mësafirt kur vishin, pak e kishin një farë ndrojtje për me ju, sikur është ishin pak si i shkatrum. Edhe mësami me Metin e Florini, me këta djemët, jene pak hymjes me intervenu, tash unë momental material s'kam shumë, po jo materialin organizohemi bashkarisht dhe morëm materialin dhe ja nisëm me punu. Në pjesa dyrve kom pak më e vështirë, do është tama mi gryje, mi sanu pak më shumë se duhet, gjë që ka marrë material pak në gjyrë më shumë që më mujtë me marsat. Po mrena është dras që drasa e ka përvecu, në gjyrën e ka marrë shumë më shpejt atin. Po është punë që u bo për 4 ditë, jo krejtësisht që kena përnu. Është një pjesë e madhe e njerëzve e kena pas nevojë me dalin natyrë, me dal jashtë. Edhe kur një vend i mbyllur me jep një dimension tjetër, është pak njerëzit pak i nin ma, sidomos që të kohën e karantinës që mbeten në fshehtë, i ka jep një freskije dhe jo. Kushit, pjesa më madhe janë fascinu, ju ka dasht një aktivizim, se zakonisht kanë acarohen kur të lejnë liftin dirën qelë, dikush e këta dy një kresasin e pse është asi. Gjo që vjen konë, thuet që nga kanë nejtë gati, çdo katë që jemi shku të e piktëru, nga kanë nejtë gati se cili ka me një kontribut veti ma të këta dhëna. Është interesant tash edhe kjo feedback i banorëve. Për shembull disa fëmijë kanë vizituar ose janë tut po hyp me prindë ose me dikon. E tash shoj interesimin e tyre me nxis po presin domethënë me hyp në lift, me kry punë të përditshme që kanë. Edhe kanë atë përshtypjen që gjithmonë diçka po është e re, edhe vizatimet po ndrojnë gjatë kalimit të katëve dhe kështu është interesant për njerëz. Banorët po shohin se cili prej tyre ka dera ashensorit më të bukur në kat. E disa prej tyre, si në shaka, thonë se do ketë zhvendosje dyersh në kat për shkak të bukurisë. Nëse do zgjidhej ashensori më i bukur në Prishtinë, tashmë e kemi përgjigje.